që mos t'imbes bashkë shikuzve len. Ka persona që na kanë dërgu këtë recete që e përdorin, e që e thashtë dhone që është një praktik që e bojnë në shoqërinë tonë, sasin e ujit që qëndron gjithë natën e pi në mëngjes zesëll. Cili është gabimi që ata përbëjnë? Gabimi që përbëjnë është që përmarrin acidet, që i përmbajnë orra në bërtham, që në sasi shumë më të madhe, sepse largohen komplet pikrit sasisë orrës në ujë. Nuk është elmuse, nuk është e dëmshme, për arsye se ti hanë edhe orrën edhe i merr ato acide, po ideja e zbutjes të orrës është mi largu që ato acide dhe mi u lën hapësirë fibrave mu zbut që me ndiku ma shpejt, edhe me ndiku ma mirë, metabolizim. E cila përbojt se orrës ndihmon e kolesterol? Yndyrna, vetë yndyrnat e orrës, a kuptojnë, orra si orë ndikon në kolesterol. E thashë në fillim që është yndyrë e mirë, edhe për me regullu, stabilizu yndyrën, na çdo herë i ikim yndyrna, po na nuk duhet me ikim yndyrna, po duhet me zgjedh yndyrnat e mira, e kupton? Se me yndyrë të mirë, dhe se marrim yndyrë të mirë, rrisim HDL-n, që është yndyrra e mirë në trup, e ulim LDL-n, që është kolesteroli i keq, e kupton? Ta flasim kështu. Yndyrën e keqe, se çdo i thonë. E ulim qatë yndyrën e keqe, rrisim yndyrën e mirë në trup me përdorim të orrave në përgjithësi, edhe të arroreve. Po në këtë rast rritet efekti i orrës, e kupton? Në mënyrë pak më direkte. Okej, dashur miq, këtë sasi që po e zëm që e kemi la gjatë natës, po për me demonstru sa më mirë te jo, kjo është sasia ujit që kemi lanë gjithë natën me pushu e mbuluar. Në mëngjes e largojmë orrën, e marrim vetëm orrën edhe e vendosim tek uji që do ta zijem. E zijim për pak minuta, edhe pastaj len konsumohet uji që është zirë në formë çaji. Tash këtë orë që e kemi filtru, e shtojmë te ena për zirje dhe e zijim vetëm 10 minuta. Edhe komplet ujnë e kemë qoj një farë formë ose ujnë, orrat i konsumojmë e këto brëndësinë orrës për thamen e largojmë.